Mendoni një kalamar, dhe më falni për shprehen që po e nisë në këtë formë, këtë lloj video. Po mendoni një kalamar, një 4-15 vjeç, 13 vjeç, për që sa shas fëmijë zburë, një kalamar, një dhemja, që vjen falni për shprehen, ai që i shinonen, ja qin maman, edhe vjen aty, edhe jep karamele kur hyn shtëpi, që të dali, edhe ai iken me qef, me çokoladën në xhep, ke shokët e vetë aty në rrugë. Kur ky kollovari, që quhet ky, më falni për shprehjen, si quhet ky maskaraj që vjen, edhe i shinonen hyn shtëpi, edhe i shin mamën, ky është Edi Rama, ky kalamoj poshtër. Me këta që ka bo, që shkruan një artikull, me thonë mu dhe e boton në një gazetet më të mëdhaje, më prestigjose të Gjermanisë, me bashkautor Vučićin. A i kuptoni ju këtë kriminal, këtë dhemje, këtë pederast, këtë skicofren, që shkon edhe bëhet bashk autor i çfarë do lloj muti që nxjerr nga goja ajo Beogradis, se ka shkruajt ky shkurve. A i kuptoni ju në qoftë se Shqipëria ishte bashku, për shembull Shqipëria, gjithë trojet e tona, siç kemi qenë dikur, deri poshtë Janinës Arta ku është, e deri sipër në Dubrovnik, e ngnove pazare ku të dio, dhe ishim po dhe i herë fuqi e madhe në Selenik, edhe duke pas kret Greqin pastaj tonën prej arvanitësve, edhe kishim po krimesh njerëzore kundër serbëve, kishim po ato spastrimet etnike në për Serbi, edhe pastaj për qetësuj gjakrat e evropianëve për krimet që kemi bëne, mund të bashkoheshim me udhëheqësit e lartë serb, edhe të bëni shkrimit të tilla, atëherë do ishte një arritje madhore e politikës dhe diplomacisë shqiptare. Po të kishim, por ne si jemi në këtë stad mër deri nonën, mër klyshkurve, mër mizerje, mër zgjibe, që është ky deri Tirama mër jau, që është ky klyshkurve, ky dhemje. Ne jemi ata që na kanë therë, e na kanë prerë dhe nuk e njohin as sot Kosovën, që kanë klysh gjysmën e Kosovës, gjysmën e politikanëve, që bëjnë punën e serbëve atje në Kosovë, edhe nuk e lënë shtetin e Kosovës të ecë përpara. Si mrenë në Kosovë me klyshët e vetë, me gjakun tonë, me qindra Edi Rama Kanada, edhe në parlament ka Beogradi në Kosovë, ashtu si kurse nuk në lejnë Evropë, edhe ky klyshkurve del, edhe ti mbroj, atë ti ruj suratin, ti mbroj nderin, që i bon ky ti rris prestigjin, ta pranoj, ta bojmë nuk të afërt me Evropën, shif si bashkëpunojmë ne kur a i po të shinonen mër klyshkurve, mër idiot, edhe ti del me çokolata, lipin karamelen, në sytë kalamove që ti ke karamele ata se kanë, se ti flet me ato që të shinonen. Ky është ai Edi Rama, ky është kryetari i qeverisë shqiptarëve në Shqipëri. Vëllezër e motra, ku janë socialistët? Ku janë njerëzit e vërtet, se s'mundemi dot që të hiqemi para vetes sonë dhe para botës, që demokratët e duan Kosovën, kurse socialistët nuk e duan kombin shqiptar, duan Edi Ramën, se kështu del kjo, në qoftë se nuk ngrihen vetë socialistët ja qinonen këtij klyshi kurve. Ku jeni mër socialist, mër deri nonën juve, mër idiot, mër të poshtër, që mani këtë dhemje akoma në krye. Nonën ku keni mër idiot, mër psikopat.
Se duhet merë një qeveri në dorë, edhe jo t'ja leni serbëve. Nuk them unë që të rëzohet qeveria edhe vi Sali Berisha në pushtet, se ju keni votu edhe keni fitu, a i keni vjedh nuk e di. Por si e leni këtë zgjepe, këtë klyshe, këtë vemje, që dele dhe lepine për gazetet Evropës, karamelet, kur a i ka qinonën që e jep, mëre. Idiot, më psikopat, më njërë se poshtër, më vemje, më klysh kurve, nonën ko keni kushdo që e mbron, këtë Edi Ramon, shkërdhatët e shkërdhatëve.